Një aksident tragjik me pasoja vdekjen e një këmësori është regjistruar mëngjesin e kësaj të hënën në aksin rrugor Rrëshën Reps në rrugën e Kombit. Sipas informacioneve paraprake, viktima, një 46 vjeçar nga Kosova, kishte zbritur nga një autobus dhe po tentonte të kalonte anën tjetër të autostradës, kur është përplasur nga një automjet tip Furistrad që drejtoi nga një shtetase kosovare. Përplasja ka qenë e fortë duke i shkaktuar 46 vjeçarit plagë të rënda. Ai është transportuar me urgjencë drejt spitalit të Traumës në Tiranë, por nuk ka mundur të imbjetoj dëmtimeve, duke ndërruar jetë gjatë rrugës për në spital. Policia bëri me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 8:45 në afërsi të fshatit Gëziq. Sipas njoftimit zyrtar, automjeti me drejtuesen, shtetasen kosovare me inicialen NR, ka përplasur këmësorin KA, rreth 46 vjeçar, i cili si pasojë e plagëve të marra, humbi jetën gjatë transportimit për ndihmë mjekësore. Pas aksidentit, drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për kryerjen e veprimeve procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.